Në vitin 2024, ndërtimi kontriboi me 14.4% e ekonomisë shqiptare sipas Eurostat, duke shënuar një rritje krahasuar me 13.8% një vit më parë. Ky është niveli më i lartë në Evropë, ku mesatarja për ndërtim është vetëm 5.6%, pas Shqipërisë, më së shumti kontribon ndërtimi në Kosovë 9.8%, Slovaki 8.7% dhe Island 8.4%. Në Ballkan edhe Maqedonia e Veriut, madje edhe Serbia tregojnë angazhim të lartë në ndërtim, ndërsa Greqia ka niveli më të ulët në Evropë me vetëm 2.2%. Të dhëna tregojnë një varësi të theksuar të Shqipërisë ndaj sektorit të ndërtimit që ka vijuar të rritet që prej vitit 2019, duke shënuar një rritje me 13% në ekonomi. Kjo varësi e lartë përbën rrezik për stabilitetin ekonomik, pasi çdo nganalësi në këtë sektor mund të ndikojë ndjeshëm në punësim, buxhet dhe rritje ekonomike. Mungesa e diversifikimit e bën ekonominë më të brishtë përballë krizave apo luhatjeve të tregut. Ndërtimi ka kaluar dy cikle që nga viti 1999. I pari arriti kulmin në 2011 dhe ra në vitin 2015 dhe cikli i dytë nisi në vitin 2017, i nxitur nga ndërtime në Tiranë dhe më pas në Bregdet, i cili ende është në rritje. Lejet e reja për ndërtime shumëkatëse po te kalon çdo rekord. Megjithatë, analizat treguese dhe ekonomike sugjerojnë që një pjesë e këtij sektori mund të financohet nga burime informale. Çmimet e apartamenteve janë rritur shumë më shpejt se pagat, edhe rënje e kursit të euros dhe mungesa e përmirësimit në llogarinë korrente përforcojnë dyshimet për pranit të madhe të paras informale në këtë sektor.